Dua shkurt më thuash qëndrim keni ju për shtyrjen e hetimeve. Ligjërisht edhe sa mund të zgjaten hetimet tani se? O dhe mund të ketë edhe hetime të vazhdueshme të prershme, asi mund bëhet kjo gjë. Se edhe nuk kuptoj, unë s'kuptoj dhe shumë mirë nga ligji. Ylli, shiko, u zgjatën hetimet sepse Zoti Meta në datën 10 i përfundonte afati 1 vjeçar. Do të thotë që ndaj Zotit Metra ishte regjistruar procedimi penal si person në hetim në datën 10/6/2024, u krye arresti, pra u vendos masa e sigurisë, masa shtrënguese në arrest me burg në datën 19 tetor 2024 dhe prej asaj date Zoti Meta gjendet në masën e sigurimit të arrest me burg. Dhe spaku duke parë që përfundon afati 1 vjeçar, në datën 9 na njoftoi, na komunikoi që duhet të shkonim atje dhe të njiheshim me zgjatjen e afateve dhe 3 muaj të afateve të hetimet, sepse akoma ai nuk ka administruar disa prova sipas tij një analizë financiare të zonjës të ish vjerrës së Zotit Meta, pra zonjës Kryemadhi. Dhe në këtë kuptim kjo ka qenë arsyeja që ka zgjatur afatet e hetimeve. Po unë dua t'u kujtoj ju, Ylli, që çështja ndaj Zotit Meta është regjistruar në muajin dhjetor të vitit 2019. Pra, Zoti Dumani, kur u ul në karrigen e prokurorit të posaçëm, pasi bëri betimin po përpara Zotit Meta në presidencë, ka regjistruar procedimin penal ndaj tij. Dhe prej muajit dhjetor 2019 deri sot, pra po flasim afërsisht 6 vite, Zoti Meta është nën hetim. Dhe kjo është ajo që ne na ka bërë një çik të si thonë asaj, dyshues për sa i përket kësaj çështje, sepse të mbash një person në një përndjekje 6 vjeçare, kjo është e papranueshme për një shtet që mendohet që është një shtet demokratik si Shqipëria dhe të mendojmë që jetojmë në një shtet të së drejtës. Dhe kjo është ajo që dhe vetë Zoti Meta sot pretendojnë që është një padyshim që është një arrestim politik dhe ne kemi përmendur këtu edhe në daljet tona që është një arrestim politik dhe po mbahet aty për arsye politike. Sepse në praktikën europiane e drejtave të njeriut, në gjithë vendimet që ka kjo gjykat, nuk ka ndodhur, paktën deri sot, që të arrestosh një ish president, një ish kryeministri, kryetar kuvendi, për vepra penale që presupozohet që ka ndodhur 10-15 vite më parë. Pa dyshim që edhe Zoti Meta vetë, por të gjithë ne, edhe studia jonë ligjore, nuk është kundër hetimit, të kuptojemi. Po ne jemi kundër masës represive që është vendosur ndaj Zotit Meta, sepse është një rast i paprecedent më parë. Kjo është ajo për të cilën ne jemi skeptik dhe jemi dyshues dhe mendojmë që kjo çështje është ka nuanca politike dhe pa dyshim. Arrestimi i tij, mënyra kriminale, mënyra terroriste, një shteti terrorist siç tregoi vetë me arrestimin e Zotit Meta, të lë të dyshuar që padyshim që është një akt politik ndaj tij. Ç'mund të bëj Meta në këto kushte dhe cilat janë hapat që ju do të ndiqni? Ylli, shiko, do të kuptojmë diçka. Akuzat politike është shumë e vështirë të shmontosh me mjete juridike. Edhe Donald Trumpi bë president që shmontoi 94 akuzat që i ngritën politikisht në SBA. Ashtu Silvio Berlusconi dhe kemi shembuj të plot politikanëve që ja sulmuar politikisht, po flasim në vendet të perëndimit. Ne do vazhdojmë betejën tonë, do kërkojmë zvendësim mase kështu me radhë, gjithmonë duke bazuar në Konventin Evropian e Drejtave të Njeriut, duke bazuar në kushtetutën tonë e kështu me radhë. Pa dyshim që Zoti Meta e di shumë mirë nga kush e ka gjithë këtë dhe ai pa dyshim që shigjetat e tij ka drejt kryeministrit. Unë ja kam folur dhe dije me Zotin Meta dhe unë e kam bindjen time si avokat, pa dyshim që e mbroj juridikisht, por të kuptojmë edhe diçka tjetër. Shqipëria sipas Institutit Videm, pas vitit 2021 është quhet një vend me autokraci elektorale. Dhe në një vend me autokraci elektorale, ku autokrati kontrollon prokurorin dhe gjykatat, kuptojeni tani është shumë e vështirë që ne të kërkojmë drejtësi po te autokrati që kontrollon gjykatat. Kështu që kjo padyshim që ne nuk e heqim besimin te drejtësia, po do të kuptojmë që ndodhemi përpara këtij realiteti dhe ky është një realitet tashmë që po e provon jo Zoti Meta, po e provojnë të gjithë ata të cilët autokrati vendos të i marrin në përgjegjësi penale. Mos harrojmë që Zoti Meta është arrestuar pasi Zoti Rama foli nga Asamblea e Partisë Socialiste dhe ka thënë tekstualisht:
Shqiptarët çfarë borxhi kanë shqiptarët Ilir Metës dhe Spaku pse nuk vepron dhe duhet ta heqë atë sepse ai kështu e ashtu. Dhe u detyrua Spaku pastaj që veproi. Prandaj thash që këto janë akuza politike, ne do vazhdojmë me mjete juridike padyshim, por duhet ta kuptoni dhe ju që akuzat politike është vështirë të çmontojnë me mjete juridike sepse nuk ja kanë dalë edhe lider të tjerë në vende perëndimore derisa ata janë zgjedhur drejtues të lartë që u kanë rënë akuzat. Prandaj që betejë jonë do vazhdojë në gjykatën e Strasburgut, ne javën që vjen, javën tjetër do paraqesim gjykatën kushtetuese kërkesën tonë gjithmonë për masën e arrestit, pastaj do drejtohemi gjykatës evropiane të drejtat e njeriut. Natyrisht që po presim përfundimin e timeve dhe po jap me bindje këtë zoti Rakipi, janë bërë në të gjithë planetin tokë. Në të gjithë planetin tokë janë bërë korespondenca, letër porosi nga prokuria e posaçme. E dini çfarë kanë gjetur për zotin Meta? Zero pasuri. Zero pasuri. Ja, pra këto duhet të përmendni avokat se më shumë se ekspertiza e këtij lloji, është e nevojshme ekspertiza e këtij lloji se sa argumentat politike, se në gojën e një avokati është më rëndësishme. Dakor, po shiko. Unë nuk kam dashur të futem anës politike se nuk më kam marrë për të mbrojtur politikisht se për mërët vetë. Por duhet ta kuptojmë edhe publiku sepse fundja flasim edhe për publikun aty. Publiku duhet kuptojë që akuzat politike është shumë e vështirë që t'i shmontojë jo një studio ligjore, po merr ti 20 studio ligjore është vështirë t'i shmontosh. Gjithsesi, Spaku në planetin tokë e ka mbaruar punë me Ilir Metën dhe është pasuria atij zero. Tani unë thash dhe prokurorëve Spakut, lidhuni me Elon Muskun që të çojnë në një planet tjetër mase i ka fshehur atij ato pasuritë e mëdha që kanë folur për Ilir Metën që është ka vjedhur atë, ka vjedh këtë. Të paktën këto janë provat që disponon sot organi procedurës që zero prova për sa i përket korrupsionit që flitet për zotin Meta. Kjo është e vërteta deri sot. Avokat, falenderoj shumë, kaq minuta kishim, ne do t'jemi ndoshta më pas në lidhje të gjitha në emisionet e tjerë dhe do të diskutojmë dhe me gjerë. Faleminderit, natën e mirë. Ne mirupafshim, natën e mirë. Faleminderit. Kemi edhe një pikë tjetër nderuar, nuk mërziteni, nuk mërziteni për një pikë tjetër që kemi, është një problem i rëndësishëm edhe ky që ka lindur tani, se këtu gjërat janë kur flitet për vjedhja vjen dhe bëhet aq e madhe baton. Sa njeriu i shkret është fillojnë vjedhjet dhe vetja, vjedhin vetveten. Kupton, njëri tjetrin brenda llojit, dhe që nga vjedhje më e rrezikshme kjo. Ke fjalën për votën. Tani do flas për votën, A kanë vjedhur kandidatë njëri tjetrin? Në një lidhje direkte, unë do të kem Iliriana Kuçana, ish kandidate për deputete e Partisë Demokratike në Durrës, ne do përpiqemi të merrim vetëm majtet, por ata kanë kyçur këtë pikë. E mbyllën, thanë nuk ka as video, as gjë, as ankesa. Mentor, se po shikon telefonin, do të flasim tani me popullatën, se popullata tani do të dëgjojë këtë, është shumë e rëndësishme kjo gjë. Pra, nuk kemi informacion vetëm djatha, se ata kanë pranuar dhe kanë kërkuar hapjen, por ndërkohë të mengjit thanë, jo, ka urdhëruar lideri i lartë të mos hapet asnjë gjë nga këto dhe nuk hapet.